Pra, Allahu thot Kur'an i Kerim, Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalet. Kush e din më mirë se ku Allahu Azza wa Jall me dërgu pejgamberlëku? Allah. Pse pejgamberin Allahu te ka gradu Allahu Azza wa Jall me pejgamberlëk? Pejgamberin Allahu e ka gradu se Allahu më mirë e din se ku e dërgon pejgamberlëku. Mirë, po pejgamberi Allahut ka pas prej ardhjen më të mirë, ka lind nga më të mirët, derisa shbon e ka përmbill më të mirë. Transmeton Ebu Hurajra, këtë hadith e ka nxjerrë Imam Buhariu, që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, jam dërgu në shekullin apo brezin më të mirë nga bita Ademit. Nëse të pyesin ty, bita Ademit, dhe ditë e Kiametit, cila ki brez është më i mirë që ka ardhur si përfaqësim tokës? Ha? Cili shekull ka qenë më i mirë? A shekulli Ibrahimit, a i Nuhit, a i Musait, a i Isait, a i Muhammed? Brezi më i mirë që ka hedhur si përfaqën e tokës ka qenë brezi pejgamberit Allah. Pejgamberi Allah thot, jam dërgu në shekullin, apo në brezin, apo në gjeneratën më të mirë, më të përzgjedhur nga bit e Ademit. Shekull pas shekull, brez pas brezi, derisa erdhë tek ai brez, siç e dini që jam ta. E kuptove pse ka thonë pejgamberi Allahut, khairu qarni, thumma alladhina yalunhum, thumma alladhina yalunhum. Shekulli më i mirë është shekulli im. Qarn, disa i kanë thonë shekull, 100 vjet. Disa qarn e shpjegojnë me brez 40 vjet. Apo 80 vjet. Do thonë një brez. Brezi më i mirë, shekulli më i mirë, gjenerata më e mirë, ka qenë gjenerata ime, pastaj ajo që vijon, dhe pastaj ajo që vijon. Që të janë, i thojnë, 3 shekujt e ardhë, 3 generatat e ardhëta, në terminologjin arabe i thojnë selef, të partë. Mirë, po këtë shekuj, kur kanë fillu të dalin disa njerëz me bidatë, tamam? Për këtë arsye janë detyruar mi quajt selefun salih. Nuk i kena për qëllim, që të kishe Abul Kadri që të kasravecë që i kanë dalë. Kena për qëllim njerëz e mirë të ati shekulli. Salih. A ai që i pason ato, mund të mërtohet selefi. Nuk ka problem, as në aspektin gjysor, as në aspektin terminologjik, as në aspektin sheriatik. Me i po Allahu në ka qëjtë musliman, ma mirë me qëjtë vetë musliman. A ma mirë be ju, a mos jeni pjatish atë pirnëve shekujve, jo nësë jene pjatish, po i pasojmë ato. Ti qka i e thot Hanefi, mos i e bu Hanife. Jo, thot unë shkoj mas e bu Hanife. Thot unë jam Shafi, mos i e Shafia, imam Shafia. Mos i gjepi gazës. Jo, tha unë shkoj mas ati. E po ki kur i thot Selefi, qka të më thonë? I shkoj mas atin. Qka ka dalim kjo me kjo? Të në qajnë kokë, të kuptonë se njerë, të kuptonë pse kështu, pse ashtu. Këto të erme, të cilët e ki pasysh, Allahu Azza wa Jalla në ka qëjtë musliman është i me aftushme. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon dhe thot se prej ardhja ime ka qenë prej ardhje më e përzgjedhur. Transmeton Wathila ibn al-Asqa, që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu Azza wa Jall më ka përzgjedh mua me prej ardhe nga fëmijët e Ibrahimit, nga fëmiu i Ibrahimit Ismail. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pikujt për Ismailit. Ma i përzgjedhuri. Ibrahimi ka pas më shumë se një gjallë. Njëri për atyre Ishak. Ma i miri për atyre në përzgjedhuri, kush ka qenë? Ismaili.
Thot Allahu Azza wa Jall e ka përzgjedh nga fëmijët e Ibrahimit Ismailin. Nga fëmijët e Ismailit e ka përzgjedh Allahu Kinanën. Nga fëmijët e Kinanës Allahu e ka përzgjedh Qurayshët. Do të rrasme se kush janë Qurayshët dhe pse janë emërtuar me emrin Quraysh. Dhe nga Qurayshët Allahu i ka përzgjedh fisin Beni Hashim dhe mu më ka përzgjedh nga pasardhësit e Hashimit. Parat kur i thanë pejgamberit Allahut me një hadith që transmeton Tirmidhiu dhe Imam Ahmedi se e di, që i thanë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah, njerëzit po thojnë se ti je sikur një lule që ka bin besin e mbeturinave. Ti je një lule, do të thënë e përzgjedhur mesin e mbeturinave. Thot Allahu Azza wa Jall kur i ka kriju krijesat i ka dhënë di lloj, di grupe. Më ka bon nga krijesat e përzgjedhur. Kur i ka dhënë Allahu krijesat në di grupe, Allahu Azza wa Jall i ka bon këto të përzgjedhurit thot në di fisë. Allahu më ka po mu me prejore nga fisi i përzgjedhur. Pastaj thot këto fisë i kanë dhënë në shtëpi. Dhe Allahu Azza wa Jall më ka bon nga shtëpit më të ndershme dhe unë jam më i përzgjedhur më i ndershëm. Ku është sekreti dhe hikmeti? Pse pejgamberi Allahut këtë prejor? Për çka se mos vjen dikush më në thonë se pejgamberi Allahut këtë që ka pretendu pejgamberi Allahun ki poli pozit. Ai ka pas pozit, prejordën e ka pas më të mirën, të cilën e kupton e kanë pohu arabët. Arabët vetë kanë pru. Parat Herakli ishte në Sham. Dhe ndëgjoj se ka dalë një njeri me emrin Muhammed, i cili pretendon se pejgamber, tha ka dikush prej atinve që është prej fisit të tij, ishin tregtitën e Abu Sufjani. Abu Sufjani në atë kohë ishte jo musliman. Dhe e pyeti Abu Sufjani disa pyetje. Një ndër pyetjet i tha, çfarë prej ardhje ka ky njeri? Dhe Abu Sufjani tha, me pas mujt me gënje, njëtën teme, dhe njerë kishë në gënje qëtu. Të arabët takon marë me rejnë. Të na është marë mos me rejnë. Dhe i tha një hoqë, shiqirë që kjo rejnë e për në qelë dhe një sokak se mos vetë për neve shqiptarëve shko në qelë. Arabët s'kan rejnë. Abu Sufjani, që që ka urejt pejgamberin Allahut, thot me paskon që dhe njerë, mu lejoke, ja kishna leju, vetës time me ngënje, kishna ngënjin që këtë rast. A më tha të rëthora zim, më një diplomatike, ta e kam thonë një fjallë, a më e kam ditë se sa që ashtu, që këta kam mujtë me thonë që mos me më thonë mu e rëna vetës. A di shka i ka thonë? Ka thonë era të qëfar prej ardhe ka? Ka prej ardhe më të mirë, më të përzgjedhur. Abu Sufjani ka pyet, Herakli ka pyet, ka thonë, a ka ndodhë që dhe njoni pre atinve ka hin islam e pastaj ka dalë? Me kalon. A ka ndodhë dhe njoni që ka hin islam dhe kalon pastaj islam? E tha Abu Sufjani, mu pas mo pëkonë që tu e këshna rrejnë. A më i thash të ritash jo, a më në tardhmet në si dijet. Që kjo në tardhmet si dijet, tha e dish nëse s'ndodh, a më i thash. A dish ka më tha Herakli? Tha kështu është imani kur të depërton zemër. A di pse njerëzit devijojnë pas udhëzimit? Pse imani s'ka një zemër. E pas hi imani zemër. Lutju Allahut që Allahut i hapet dirët e zemrës, që imani ti në zemër s'ka fuqi e shejtanëve që ka mundësi më imanin me të nxjerrë për zemrës. A më ne shqiptarët e lom o kolla të kshilmi, si qëtë mirë vazhdojmë, si pës jetë mirë, e morëmi që të rënfe, a i rëshet, limusht, apo, se në alë dirë si a qelë, me a qelë dirë, imanin, në zemër, s'ka kush që devijon për zuzimi. Për këtë arsye,
e kanë pyet Ebu Sufjanin, i cili armik i pejgamberit, çfarë ka origjine? Tha, origjinë më të ndershme. Tha, kështu dërgohen pejgamberët. Në kësi usoj origjinë, prej ardhe, kanë ardhur gjithë pejgamberët. Para atë Shuaibit a.s. kur dashtën me mint, a dini pse se mbytën Shuaibin? Allahu ka tregu në Kur'an. Ka thonë, walau la rahatuke. Shuaibi i thekë, mos vjedhni kandar, mos bani këtë, mos bani. Ato bani qenë edhe shirk, apo? A i kështë lëk, shirk e dirë, është i ditë. Mirë për një të dukurit është që vjedhëshin kandar. Dhe Shuaibi i qërton të një. Mos e hani hakën e qëtër kujtë, se si u banë mirë. Ato thekë, ja Shuaib, ma nafkau këthirën ma të kullun. Si jena ka të kuptojmë tije shumë që ka po fletë. Atë shumë që ka po fletë, dhe të s'po të kuptojmë. Atë e kuptojnë mirë, po si ja kajkë. Të në njëri më thëtë, thëtej, mos u korrupto. Jo, amo, tipe se rogët lisht. Po ti pse ki pranu rogën? Pse ki pranu që të ti? Parat për jamër Allah të bëjtë, në njënit e paquën a gjë, ku të Bahrein me mbledh zeqatin, edhe kur ardhë zeqatin e ki pasish, a i tha që kjo zeqati që këta më dhurat, që kjo zeqati që këto mu i më kanë dhënë dhurat, a për jamër Allah, pëse s'nejtë e shpjen tonë e këshira po t'i i bën dhurat? Ti para se më konë minister, atë ka dhonë dikush dhe një dhurat? Ha? Ta shta japin cëlla parcelën, cëlla ndërtesën, cëlla banesën. Po të këti kur i konë në cakat, ka dhonë mërë dikush, të kanë bojë sëpë qajës të kanë dhonë, kafe të kanë dhonë, shti valla po më japin se po më respektojnë, s'po t'japin, po të korruptoj. E Shuaibi i thojke, o jo popull, mos më korruptojnë, mos vjedhni, në kanë darë, në peshora, ato tha ki të prumë, u e leura rahtuke, lera gjemnak, ja Shuaib, mos mu konë fare fisnia jote, prej ardhja jote, dhe do thonë që i kije fisin, do me thonë, e ki pasysh të daluar, tha, ne të kishmi gurzut, kishmi mbyt. Pse se mitën Shuaib? Fare fisnia prej ardhja, e ndërshme fisnin ke qilin këto. Pse se mitën Salih? Kur i banë komplot Salih me mbyt, shka thanë? Qohë më notën e mitë me atë në familjen e vetë, e ku qohët fisi vetë me në vetë, kush në vëllah s'dim kur gjohën. Gjithë pejgamberët e Allahut jenë dërgu me prej ardhje të ndershme fisnike. Kja është karar regullore. E di pse? Për çka këse është ma let njerëzit me ta pranu fe. Është ma let njerëzit me ta pranu të vetë. Për ata në shka thoi njerëzit, është, aj ka me të. Për kush është, aj, i kujta është, aj, kuk, mos ta prej duthën, apo? A ka diku që pejgamberi Allahut i ka thonë, i kujta është, aj. A pejgamberi Allahut me një transmetim thuhet u krenok edhe thonte, unë jam me prej ardhje nga ditë e fliuarit. A di kush janë ditë fliuarit? Ismaili dhe Abdullahu. A do është i Abdul Mutalibi me thejrë kurban, që të regu më desin e kalu. Apo kini arru, apo? S'kini faj. Se moti që një jo. Pra të une jam fëmiju i ditë e fliuarve. Që dashtë dhe mi fliu, mi pa Allah o Zogjeri kompenzor. Ismailin me një dashtë. Ndërsa Abdullah me një qindeve dhe të regu më se pse që ka ndodhen në desin e kaluar në gjallje të jërës dhe koqme para lindjes e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Une jam me prejardhe nga ditë e fliuarit. Allahu Azza wa Jell e ka nderu, asë njoni prej atinve s'ka pas mundësi me akuzu pejgamberin Allahut, që pejgamberi Allahut ka pas dhe një para ardhse të ndit, apo ka pas dhe një njeri që nuk ka pas autoritet.